Përshëndetje miq, jeni duke dëgjuar edicionin informativ këtu në Radio Travel. Vizatimi 500 vjeçar mban gjurmët e Leonardos. Shkencëtarët e projektit ndërkombëtar Leonardo da Vinci DNA Project kanë bërë një zbulim të jashtëzakonshëm duke rikuperuar gjurmë të mundshme të ADN-s së Leonardos nga një vizatim 500 vjeçar, të titulluar Holy Child. ADN-ja e gjetur i përket linjës prindërore të Leonardos, duke u përputhur me të dhënat e tij nga letra të shekullit të 15 nga të afërmit e tij. Vizatimi përmban gjithashtu ADN nga pemët e portokallit dhe briri i derave të egërt, element të zakonshëm në kohën dhe vendin e jetës së Leonardos, që tregojnë një lidhje të drejtpërdrejtë me ambientin e tij. Ky projekt nuk synon vetëm të identifikojë Leonardon, por edhe të kuptojë misterin e saktësisë së tij artistike. Qyteti fantazm italian rikthehet në jetë me muralet e bukura. Një fshat jugor italian, Stornara, i njohur si qyteti fantazm, për shkak të ikjes së banorëve, ka rikuperuar jetën dhe tërheq tani mijëra turistë falë një iniciative të veçantë arti rrugor. Artistët të ftuar nga e gjithë globi kanë pikturuar më shumë se 140 murale në dyqane, shtëpi dhe sheshe historike, duke kthyer qytetin në një destinacion unik për vizitorët. Ideja nisi në vitin 2017 me festivalin vjetor Stramurales, që atëherë të ardhurat nga turizmi janë rritur me 25%, janë hapur 8 biznese të reja dhe popullsia e qytetit ka filluar të rritet sërish. Banorët thonë se muralet nuk kanë shpëtuar vetëm bizneset, por komunitetin dhe shpirtin e qytetit. Përmes votave të tyre, banorët vendosin temat e muraleve, të frymëzuar nga historia bujësore, migrimi dhe jeta e përditshme e qytetit. E ardhmja sipas Musk, inteligjenca artificiale do ta bëjë të panevojshëm pensionin. Elon Musk ka ndezur sërish debat global me një parashikim të fortë. Brenda 20 viteve, inteligjenca artificiale dhe robotika do të japin fund varfërisë dhe do të bëjnë të panevojshëm kursimin për pension. Duke folur në një podcast, Musk tha se teknologjia do të krijojë një botë me pollok total, ku robotët dhe AI do të kryejnë pothuajse çdo punë, ndërsa njerëzit do të kenë akses në ushqim, strehim, shëndetësi dhe arsim pa qenë të detyruar të punojnë. Sipas tij, puna do të kthehet në një zgjedhje, jo në një domosdoshmëri. Megjithatë, ekspertët e financave mbeten skeptik dhe paralajmërojnë se në një realitet ekonomik të sotëm, planifikimi për pension mbetet i domosdoshëm. Ata theksojnë se kalimi i drejtë kësaj bote të re mund të jetë i vështirë dhe me pasoja sociale. Të folur disa gjuhë ngadalson plakjen dhe mbron trurin. Një studim i madh europian, i cili përfshi mbi 86.000 të rritur nga 27 vende, ka zbuluar se personat që flasin më shumë se një gjuhë kanë gjysmën e rrezikut për të përjetuar plagje të përshpejtuar, krahasuar me ata që flasin vetëm një gjuhë. Studiuesit përdorin teknologji të avancuar për të llogaritur moshën biologjike dhe zbuluan se sa më shumë gjuhë të mësoni, aq më shumë ngatresohet ora biologjike e trupit dhe trurit. Të folur disa gjuhë ka përfitime të shumëfishta, ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe vëmendjes, forcon trurin dhe mund të vënojë shfaqjen e demencës me 4 deri 5 vite. Përveç trurit, ekspertët thonë se shumë gjuhësia ul stresin, përmirëson shëndetin e zemrës dhe metabolizmin, duke ndihmuar trupit të qëndrojë më i shëndetshëm dhe më i rezistueshëm ndaj plagjes. Sekreti i suksesit janë punët e shtëpisë. Një studim i famshëm i Harvardit, Harvard Grand Study, i cili ka ndjekur individ të suksesshëm për më shumë se 85 vite, ka zbuluar një sekret të thjeshtë për suksesin afatgjat dhe lumturinë. Detyrat shtëpiake në fëmijëri. Fëmijët që ndihmojnë në punët e shtëpisë që nga mosha 3 deri në 4 vjeç kanë më shumë gjasa të rriten si të pavarur, me vetbesim, empatik dhe të aftë të arrijnë pozita udhëheqëse në karrierë. Studimi tregoi se detyrat shtëpiake nuk janë vetëm për të mbajtur shtëpinë të pastër. Ato janë një stërvitje për trurin dhe karakterin e fëmijës. Këto aftësi janë të njëjta që ndihmojnë të rriturit të jenë të suksesshëm në punë dhe të kenë marrëdhënie të qëndrueshme. Dhe me këtë lajm kemi arritur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën orë vetëm në Radio Travel.